2, qëndër, kërë! Lodi! Vën, qëtësa! Bashkë me ushtruesin e detyrës së Presidentës së Republikës Kosovës, zonjën Albulena Haxhiu, sot ditën e filluam me homazhet e varri e Adem Demaqit, simbolit të rezistencës, Mandelës son e Mandelës Evropian, i cili ka kaluar 28 vjet në burgjet e ish Jugosllavisë të Serbisë dhe të cilit sot ja shënojmë 8 vjetorin e ndarjes nga jeta. Dhe prej atje erdhëm këtu tek memoriali për policët të rënë në krye të detyrës, për nder të tyre, bashkë edhe me Ministrin e Punëve të Brendshme Xhelal Sfeqla, me Drejtorin e Policisë Gazmend Hoxha dhe me kolegë të tjerë nga ekzekutivi i Republikës dhe Policia e Shtetit. Dita e sotme përputhet me 15 vjetorin e vrasjes së Enver Zyberit, i cili po zbatonte ligjin e Republikës, po mbronte integritetin territorial, po garantonte siguri, paqe e të drejta për të gjithë pa dallim, por dora kriminale e strukturave të Serbisë qëlloi për vdekje mbi të, dhe që prej atëherë Enver Zymberin ne e kujtojmë si hero të Kosovës, si hero të shtetësisë tonë e të pavarësisë tonë, i cili po zbatonte ligjin dhe me rënien e tij frymëzoi e inspiroi shumë policë të Kosovës që ishin në detyrë, por edhe të tillë që t'i bashkohen asaj. Përveç vrasjes së Enver Zyberit dhe të Afrim Bunjakut, policia e Kosovës përjetoi një goditje të rëndë pikërisht me datën 5 nëntor të vitit 2022, atëherë kur afër 550 policë të komunitetit serb u dorëhoqën në mënyrë kolektive në veri të Ibrit me urdhër të Beogradit. Mirë po qëllimi i tyre dështoi, meqense nuk është rënuar shumetnia si përbërje e policisë tonë dhe as nuk është cenuar sovraniteti shtetëror, integriteti territorial dhe stabiliteti institucional siç kanë synuar ata. Republika e Kosovës është më e sigurt se kur më parë, edhe për shkak se policia e Kosovës është më e fortë se kur më parë. Në këto vitet e fundit, në disa valë të regrutimeve të reja, janë rreth 200 policë të komunitetit serb, të cilët janë inkuadruar në policinë tonë dhe në kuadër të kësaj force të gjithëmbarshme, e cila është e përbërë prej 10.000 pjesëtarëve, kontribuojnë që në Kosovë të sundoj ligji, të ketë paqe e qetësi, të ketë të drejta e siguri për të gjithë qytetarët njësoj dhe duke përfshirë të gjitha komunitetet. Për këto 25 vjet, në krye detyrës kanë rënë gjithsej 25 policë dhe ne sot me mall e dhimbje pikëllim i përkujtojmë që të gjitha ata, por njëkohësisht jemi edhe krenar se çfarë policësh ka shteti ynë dhe çfarë shembulli të mirë me vetë mohimin e tyre ata kanë dhënë për të gjithë zyrtarët policor, por do të thosha dhe zyrtarët shtetëror e qytetarët e Kosovës. Lavdi të gjithë policëve të rënë në krye të detyrës.